Në emër të Atit të Birit e Shpirtit Shenjtë. Paqja me ju. Për dashur vëllezër dhe motra, ulna për një moment se fëmia trit duan me ba përshtetjen argjipeshvit. I dashur shkelcësi im Zot Rok, në emër të tonin dhe të bashkësisë sonë, përzemërsisht ju përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhje në mesin tonë. Qëndrojmë këtu para jush, si shtektar të shpresës, tashë me shumë se 2000 vjetë të sigurt, që kishën e shenjtë të cilës i takojmë e drejton shpirti i shenjtë. Prandaj, ne ju lusim që nëpërmjet duarve tuaja të na jepni shpirtin shenjtë me dhuratat e tija, që të bëhemi dëshmitar të denjë të shpalljes së lajmit të gëzuar. Shqetësohemi kur vërejmë se disa vetë pas krezmimit largohen nga Zoti dhe kisha. Arsyet janë të shumta. Me ndihmën e Zotit dhe ndërmjetësinë e Zojës së bekuar, ju premtojmë se do të angazhohemi të japim dëshminë e fesë në familjet tona, shoqërinë tonë dhe në famullinë tonë, me qëllim të një ndërtimit të shoqërisë së shëndosh, ku Zoti do të jetë qendra e jetës. Sot, në kryqëzimin e jetës, kur ne kërkojmë rrugët e një të ardhmë më të mirë, porositemi në lutjet e tuaja i dashur Monsinjor, në lutjet e meshtarëve, motrave dhe famullisë sonë. Juve të dashur prindër, duke na pranuar si dhuratë të Zotit, keni bën shumë në rritjen tonë. Këtu para jush, vetëm 2 gjëra ju themi. Faleminderit për gjithçka. Kemi nevojë për dashurinë dhe ndihmën tuaj në rrugët që të parët tanë me sakrificat të mëdha kanë mbjellë faren e fesë. Detyra jonë është ta ruajmë, ta vazhdojmë me guxim dhe me shënpalin të themi: luftën e mirë luftova, vrapimin e kreva, fen e ruajta. Ju të dashur nuna dhe nuneshat, që ne ju kemi zgjedhur, ju falenderojmë për obligimin që keni marrë të na ndihmoni në rritjen tonë në fe, dëshminë e vlerave të krishterë dhe për mbështetjen në sfidat e kohrave tona. Ju fretën dhe motra, ju falenderojmë për angazhimin e palodhshëm në edukimin tonë fetar. Do ta lutim Zotin që të jeni të zgjedhurit e Tij sipas zemrës së Tij. I dashtonim Zot, ju lusim që këtë mesh t'ja kushtoni Zotit për ne, familjet tona, famullinë tonë. Në shenjë falënderimi, pranoni këtë dhuratë simbolike të dashurisë sonë si bari i grizës së Krishtit. Të dashur vëllezër dhe motra, gjithë këtu thënit pranishëm, i dashur i patërmirash, motra të nderit, ministranta, dhe që të dashur ju kandidat për krezmim, që jeni me një numër të mirë këtë vit, e që do të përforcoheni në fe. Të dashur nuna, nunesha, prind e familjar të kandidatëve për krezmim, që në fillim dua në radhë parë ta falenderoj Zotin për këtë ngjarje. Por po ashtu dua t'ju falenderoj gjithë juve që e doni kishën dhe doni që të pajiseni me mjetët e shëlbimit, pra me sakramente, e t'jetoni një jetë sakramentale. Krishti themeloi sakramentet, pra mjetet e shëlbimit për çdo njërin prej nesh. Për atë arsye, për çdo sakrament, sa herë që e marrim, duhet ta falenderojmë Zotin. Këtë kur mos ta harrojmë. Edhe ju që do të përforcoheni në fe, mos e harroni këtë moment, këtë mbrëmje, këtë ngjarje,
këtë që po ndodh me ju. Dhe gjithmonë falenderoj Zotin, sepse është fjalë shumë e madhe të përforcohesh, të bëhej të fortë. Atë fort ju ban shpirti shenjtë, që i zbraz mbi ju dhuratat e veta. Por ne që më parë kemi marrë sakramentin e krezmimit, të kujtojmë se po ashtu shpirti shenjtë na ka bërë të fortë. E të ndjekemi të fortë, a Krishti gjithmonë ka porosit mos keni frikë. Mos kemi frikë me dash Zotin, me marrë sakramentet, me jetu në paqe me Zotin dhe me të afërmin. Derisa më përshëndeti në dati për krezmimin e emër të këtyre që do të krezmohen, me luti që këtë mesh t'ja kushtoj Zotit për gjithë ju. Po, këte e bëj gjithmonë. Edhe pse sot e kisha një mesh në shejtnore në Shkodër, atë ja kushtoha Zotit për gjithë popullin, për gjithë popullin tonë. Por këtë mesh të shenjtë ja kushtoj Zotit veçantë për ju që po krezmokeni, por edhe për gjithë familjinë e Tuzit, me gjithë familjitë për rreth, për gjithë këtë malësi. E më bashkangjitin edhe ju pikërisht në lutje, këtë mesh shenjte. Për me mujt me kremtu si lypet këtë mesh të shenjtë, të pëndohemi atëre për mëkatët tona, e të ngritemi në kam dhe gjithë bashku të thëmi, po i rrëfehem, Ky gjithë pushtetshëm, pas të mëshirë për ne, na i falët mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur.
lutemi. Po të lutemi, o Zot, ndikojnë në ne shpirtin tënd të shenjtë, që duke ecur të bashkuar në fe dhe të përforcuar me fuqinë e dashurisë, të arrijmë masën e përsosur në Krishtin, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi dita e rshajve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend. Dhe ja, pa pritmas, u ndje një ushtim nga qielli, si shungullimi i erës së fortë, dhe e mbushi të gjithë shtëpinë ku ata ishin. Atyre atëherë ju duken gjithë si të ishin zjarri. Këto u ndan e zuan vend nga një mbi secilin prej tyre. Të gjithë u mbushën me shpirtin shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të ndryshme, ashtu si shpirti i shenjtë i shëndriste të shpreheshin. Dhe asoherë në Jerusalem banonin judenj, njerëz të përshpirtshëm, të ardhur prej të gjitha kombeve të botës. Dhe kur u dëgjua ajo ushtim, ngarendi një shumicë e madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili i dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditëshin, u mrekullonin dhe thoshin: këta njerëz që po flasin, a thua vallë, nuk janë të gjithë Galileas? Po si atëherë secili prej nesh i dëgjon duke folur në gjuhën e vet amtare? Part, Med, Elamit, banor të Mesopotamis, të Judes, të Kapadokis, të Pontit e të Azis, të Frizis e të Pamfilis, të Egjiptit, të krahinave të Libis rreth Cirenës, njerëz të ardhur nga Roma, judenj e proselit, Kretas e Arab. Të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhën tona amtare. Fjala e Zotit.
për gjithmonë jeton, i madhjet i krijues i Zot, kjo këngë e thjesht është për ty o Zot, se ti je gëzimi ynë. Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, ata që jetojnë në ndikimin e trupit nuk mund t'i pëlqejnë hyjit. Ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në atë të shpirtit shenjtë, në qoftë se shpirti i hyjit banon në ju. Nëse ndokush nuk e ka shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket atij. E nëse Krishti është në ju, trupi është patjetër i vdekur për shkak të mëkatit, e shpirti është jetë për shkak të drejtësisë. Nëse shpirti atij që ngjall nga të vdekurit Jezusin banon në ju, atëherë ai që ngjalli Krishtin prej të vdekurve do t'i jap jetë edhe trupit tuaj të vdekshëm me anë të shpirtit të vet që banon në ju. Këndej, o vëllezër, ne kemi detyrim, por jo kundrejt mishit, që të jetojmë në ndikimin e mishit, sepse në qoftë se jetoni sipas ndikimit të mishit, do të vdisni, por përkundrazi, po që se i bëni, do të vdesin veprat e mishit në ndikimin e shpirtit, atëherë do të jetoni. Sepse bijtë e hyjit janë ata, të cilët i udhëheq shpirti i hyjit. Ju veç nuk e keni marrë shpirtin që bën robër në mënyrë që përsëri të trembeni, por keni marrë shpirtin që ju bën bijtë adoptimit në sajet të cilët ne thërrasim, Aba, o Atë. Veç shpirti i shenjtë dëshmon bashkë me shpirtin tonë se ne jemi fëmijët e hyjit. E nëse jemi fëmijë, atëherë jemi edhe trashëgimtar të hyjit, e bashkë trashëgimtar me Krishtin, sikurse në të vërtetë vojmë bashkë me të, që edhe të lavdërohemi bashkë me të. Fjala e Zotit. Zoti i qoftë me ju. Lexim Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezus ju tha zanzët vetë, nëse me doni, do t'i mani urnimet e mia, e unë t'i lutem Atit dhe t'ju jap një mbrojtës tjetër, që t'jetë me ju për gjithmonë. Nëse do kush me do, ai do të më mbajë fjalën. Ati im ta duaj,
tek ai do të vijmë dhe tek ai do të banojmë. Kush nuk me do, nuk i ban fjalët e mia, e fjalët që po të dëgjoni nuk është imja, por është e atij që mërgoi e Atit. To fjalë u a thash ndërsa banova me ju, e Shpirti i Shenjtë, mbrojtës, të cilin do t'ua dërgoj Ati në emrin tem, ai do mësoj të gjitha dhe t'ju përkujtoj gjithçka ju thash. Fjala e Zotit. Qoftë duhe Krishti. Të dashur vëllezër dhe motra, të nderuar prind, nuna dhe ju të rinj që sot po e merrni sakramentin e krizmimit. Të dashur gjithë pranishëm, në këtë ditë e shenjtë, kur kisha mbar kremton meshën e së mramjes të dielës të mramjes, ne mbledhemi këtu në Tuzë për një ngjarje të veçantë për jetën tuaj, për marrjen e sakramentit e krezmimit. Ju jeni pra shkaku i këtij takimi, kësaj mbrëmjeje, kësaj meshe të shenjtë. Ju jeni arsyeja që jemi bashkuar sonte këtu në këtë meshë shenjte. Prandaj të dashur të rinj, është mirë të reflektoni pikërisht për këtë ngjarje dhe për këtë fjalë. Ju jeni shkaku, ju jeni arsyeja. Shifni, a shumë e rëndësi me qenë shkak i së mirës, se shpeshherë njerëzit bëhen shkak i së keqes. Edhe ne gjithmonë e majmë men atë. Shkaktar për një të keqe është dikush. Por i harrojmë ata që janë shkaktar për ngjarje të mira. E ju, gjithë ju, si kishe gjallë, jeni shkaku që jemi bashku sot këtu, që jemi të gëzushëm me ju, që ju po përforcoheni në fe, që ju po merrni dhurat Shpirtin Shenjtë, që ju po merrni përgjegjësi. Ndoshta ndjeni ndonjë frikë që nuk jeni përgatitur sa duhet. Ndoshta ju kanë thënë që i pezhi do t'ju pyes për me pa dijen e juj. Nuk do ta bëj këtë, sepse ndëgjum në Ungjil çfarë Krishti thot, unë lutem për ju. Krishti në Ungjil thot, unë lutem për ju. Vllazën dhe motra, a kemi reflektuar ndonjëherë për këtë gjë? Krishti lutet për ne. Çka lutet Krishti? Thot, unë i lutem Atit, t'ja u dërgon një mbrojtës, Shpirtin e së vërtetës. E unë nuk dua t'ju pyes, sepse nëse ju e keni viju me rregull mësimin e fesë, katekizmin, atëre mos keni frikë, se të gjitha keni me i ditë. Sepse ky është premtimi i Krishtit. Shpirti Shenjtë, thot ashtaj, i cili ka mja u kujtu gjithë çka ju kam thënë edhe gjithë çka kam bërë. Ky është premtimi që Krishti u dha apostujve. Pra, nëse ju që po e merrni dhurat Shpirtin Shenjtë në sakramentin e krizmimit, keni me leju jetën e juaj Shpirti Shenjtë me vepru, Shpirti Shenjtë me rrëmby, me përfshin jetën e juaj, me drejtu e me shejtnu, gjithçka e çdo gjë do të dini për të mirën. Sepse ai do t'u kujton gjithë çka
Krishti na ka mësu. Gjithë pra këtu sonte jemi bashkuar si një familje. E sikur që mos ishte mjaftueshme vetëm tubimi, bashkimi ynë këtë meshë të shenjtë me rastin e sakramentit krezmimit, sot është edhe festa e zojës ndihmtare. Shifni, momentin kur Shpirti Shenjtë ka zbrit mbi apostujt, zoja e bekume ishte ajo që i ka majtë bashkum nxënësit e Krishtit në lutje, derisa mbi ta ka zbrit Shpirti Shenjtë. Pra, jeni me faqe pikrisht në këtë ditë, kur ju pe merrni krezmimin, ndjene që është në mesin e juj e ju manë të bashkum, pikrisht zoja e bekume, zoja ndihmtare. Pra ndjehuni të bekum prej Zotit. Shpirti Shenjtë është frymëzues dhe forcë. Sot pra, me ardhen e Shpirtit Shenjtë mbi ju, po përmbushet një rrugtim që nisin pa gëzim dhe që jo qënë në një përgjegjësi ku ju jeni pjekur, jeni të vetëdijshëm, ta ndjeni pikrisht thirrjen e Zotit për të vepruar mirë. Ju sot po merrni krezmimin, jeni të ftuar pra të dëgjoni zërin e të birit të Zotit, të bariut mirë. Duhet të dëgjoni pikrisht zanin e bariut mirë, sepse ungjilltari thot se cilin e thret me emër. Thash fillim Krishti lutet për ne, Krishti na thret me emër. Pra na nje. Jeta e krishter nuk është thjesht një zakon apo një tradit, është një rrugtim i gjallë, një ndjekje e Krishtit me gjithë zemër, përmes Shpirtit Shenjtë që do t'ju nxjisë sot, do t'ju rrëmbej, do t'ju përfshin sot, e do t'ju lyj me vajin e shenjtë, ju bëheni dëshmitar të gjallë të Zotit, ku? Pikrisht në shkollë, familje, në rrjetet sociale, në shoqërinë që shpesh kërkon të hesht, që cila kërkon shpesh të hesht zërin e së vërtetës. E ju do t'jeni ai zë i së vërtetës që nuk lejoni të heshtet. Qastin që i peshvi do të ishtëni duart mbi ju, edhe të ju thot, pranoj e vullën e dhuratës së Shpirtit Shenjtë, do të ndodh një realitet shpirtëror që ka fuqi të përmbys botën. Do të bëheni tempoj të Shpirtit Shenjtë, të pajisur me dhurata qiellore, pra me urtin, guximin, këshillën, diturin, përshpirtrin, frikën e Zotit, pra do të pajiseni me dhuratat e Shpirtit Shenjtë. Në këtë botë që shpesh ngatron të drejtën me forcën, të bukurën me të zbrasën dhe të shenjtën me të përkoshmen, ju jeni thirrur të jeni ndriçim, dritë, të shëndritni, të mos i përkitni turmes së heshtur, por të bëheni zë i dashurisë, i drejtësisë e i mëshirës në botë. Shpirti Shenjtë është ai që na mëson të duam edhe kur jemi të lënduar, të falim edhe kur jemi të tradhtuar, të qëndrojmë edhe kur të tjerët mendojnë se kemi ra, kur të tjerët doin të na tërheqin ka vetja. Pra apostujt, si të dëgjuam në leximin e parë, morën guximin dhe forcën për të dalë e për të dëshmuar besimin. Edhe ju, do gjeni e pikrisht atë forcë, për dalë për një rrethi
e prej një mënyrë të botës që ju ofron gjithçka, pos Zotin jo. E ju duhet të delin nga ajo botë, e kësaj pikërisht asaj bote t'ja ofroni Zotin. Ju duhet t'ja ofroni Zotin, shpirtin shenjtë. Ju mos u frigoni, sepse në këtë rrugtim nuk do t'jeni vetëm. Në këtë përgatitje gjatë gjithë këtij muaji që jemi pranë muajin e maj, sytë tanë janë pikërisht të drejtuar drejt zojës ndihmtare, që është shembulli më i lartësuar i ndëgjueshmërisë ndaj shpirtit shenjtë. Zoja e bekume na mëson se si duhet ta dëgjojmë shpirtin shenjtë. Veç ndajmërim, edhe pse asgjë s'ka kuptu, ajo i përgjigjet engjullit, unë jam shërptorja e Zotit. Shpirtit shenjtë i përgjigjet me një po të vendosur, pra është e vendosme. Pikërisht edhe ju sonte, duhet i përgjigjeni si zoja e bekuar shpirtit shenjtë me një po të vendosur. E thoni, jam shërptori i Zotit, jam shërptore e Zotit. Le të ndodh me mua si çdo ti, me prinj e me shenjtro o shpirt shenjtë. Pra të dashur të rinj, sot ju bëheni pjesë e kësaj trashëgimie, një jetë e mbushur me shpirtin shenjtë, një jetë e hapur ndaj vullnetit të Zotit, e mbështetur në ndihmën e Zojës së bekuar. Në një botë që shpesh ndjehet larg Zotit, ju jeni pikërisht në këtë botë që duhet të afroheni pranë Zotit. E në këtë është kusht tjetër ndihma më e madhe se sa zoja ndihmtare. Atëre kur e ndjeni një rrezik si jeni tu ju shmong besimit, fesë, kishës, urdhërimeve të Zotit, jetës sakramentale, kujtoni zojën e bekuar. Ashtu sikur e kujtuan apostujt, mbane pranë vetit. Mos e leni pra zojën e bekuar me një anë, sepse Krishtin nga kryqi na e dhuroi, ja nëna jote. Edhe Zojës së bekuar i tha, ja biri yt. Pra ne jemi bitë dhe bijat e Zojës bekuar. Dhe ajo është nën e cila na do pa mos. Edhe na mëson se si duhet dashur Zotin. Na mëson se si duhet dashur të afërmin. Të kujtojmë edhe ecjen, shkumjen me vrap të kushurira e saj Elizabeta, për t'ju gjetë në ndihmë. Pra shpirti shenjtë është ai që e drejton, e shenjtron jetën tonë, na çon edhe te ajo Elizabet, e cila ka nevojë për ndihmën, mbështetjen, kujdesin tonë. Kërkone pra ndihmën e Zojës bekuar. Pra, thash fillim, sot është dita juaj. Mos e merrni këtë sakrament si një përfundim të katekizmit, por si një fillim të ri. Se kjo për fatkeq, e këtë po ju tham edhe ju prindve, e nunave, me marrjen e sakramentit krezimit, shumë nga prindët e nunat i këshillojnë gabim fëmijët e famujt e vetë. Pra, po ju them edhe një herë, kur është kjo ditë e juaja, mos e merrni këtë sakrament si një përfundim të katekizmit, por si fillim të ri. Ju jeni të filluni një jetë të re, me plot shpirt shenjtë. Jeni thirrur me ndryshu botën, sikur edhe apostujt. Jeni thirrur edhe ju të qelni dyert e zemrave t'juaja e ta shpallni lajmin e gëzueshëm. Mos lejoni prindashun
që edhe fëmijët e juaj me këtë mbrëmje të përfundojnë me kishën e me sakramentet deri në kunërzim. Jo, këta po fillojnë diçka të re. Tek po marrin përgjegjësi, sepse është sakramenti i pjekurisë. Mos keni pra frikë të jeni ndryshe. Mos keni frikë të thoni pu. Ti thoni pu Zotit, sikur zoja e bekume. Sepse ai që e ndjek Krishtin nuk humb asgjë. Përkundrazi, ai fiton gjithçka që ka vlerë. Kush e ndjek Krishtin fiton gjithçka që ka vlerë. Pra s'humni asgjë. Mos u mashtroni. Pra, sot lutemi që Shpirti i Shenjtë ju mbush me zjarrin e tij. Qoftë kjo ditë një pikë kthesë në jetën tuaj. Prandaj, sot, me gëzim të madh shpirtëror, të themi: mirë se erdhe o Shpirt Shenjtë. Qëndron në këta të rinj, ndriçoj, forcoj e bekoj. Dhe gjithashtu të themi: Zoja e bekuar, ndihmtare të krishterëve, lutu për ta dhe qëndro pranë tyre për gjithmonë. Amen. Shumë i nërumijat, këta besimtarë të kësaj fullmërie të shtanotën tuz, kërkojnë që t'i pranosh për sakramentin e përforcimit. A janë të përgatitur për të pranuar këtë sakrament? Katekistët e tyre me kanë referuar se kanë dëgjuar me vëmendje fjalën e Zotit dhe kanë mësuar doktrinë e Kishës Shenjtë, që në saj dhe veprimit e Shpirtit Shenjtë të bëhen dëshmitar të Krishtit në botë. Me gëzim të madh, pranojmë këta bi dhe bia për sakramentin e përforcimit. Falenderojnë hyjnë. E tani, të bëjmë ripërtritjen e premtimeve të pagëzimit. A i bini mokit, djallit dhe të gjitha veprave dhe joshjeve mashtruese të tija. A besojnë në hyjnë, atin e gjithkustetshëm, krijuesin e qiellit dhe të tokës. A besoni në Jezu Krishtin, një të vetmin birën e tij, Zotin ton, që lindi prej Marisë Virgjër, besoi dhe u varros, u ngjall se vdekuri dhe qëndron në të djathën e Atit. A besojnë në Shpirtin Shenjtë, që është Zot dhe jetëdhënës, dhe që sot nëpërmjet sakramentit të krezmimit ju jepet juve në mënyrë të veçantë si u dha apostujve ditën e rrëshajve? A besoni në Kishën e Shenjtë Katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve të ngjallurit të trupit dhe jetën e pasosur? Kjo është feja jonë, kjo është feja e Kishës, është nder për ne ta dëshmojmë në Jezu Krishtin Zotin tonë. E tani do t'jetë vendosja e duarve. Shumë të dashur, t'i lutemi hyjt Atit të gjithkustetshëm, që të dërgoj mirësi Shpirtin Shenjtë mbi këta bi e bija të virësuar. Ata janë rilindur në jetën e amshushme në pagëzim, ai do t'i forcoj me plotësinë e dhuratave të tij dhe do t'i lyejë që të bëhen më të ngjashëm me Krishtin, birin e hyjt. O ky i gjithkustetshëm, Ati i Zotit ton Jezu Krishtit, që i keri përtir këta bie bijat e tu me ujë e Shpirt Shenjtë, duke i liruar nga mëkati, zbraz mbi ta Shpirtin tënd të shenjtë ngushëllues, Shpirtin e urtisë dhe të kuptimit, Shpirtin e këshillës dhe të forcës, Shpirtin e dijes dhe të përshpirtërisë, dhe mbushi me Shpirtin e druajtjes sate të shenjtë, në për Krishtin Zotin ton. Amen. E tani
do t'jetë lyerja me vajin e shenjtë.
E tani të thrasim hyjnatin e gjithë kushteshëm. Lutja jonë të jetë një zëshme, në atë bashkim feje, shpresë dhe dashurie, që shpirti shenjtë bën të lindë në zemrat tona. Të themi gjithë së bashku, na dëgjo o Zot. Për kishën, Papën Leonin e 14 i peshkvin rrokun me shtare të besimtar të shpëndar në mbarë botën, bën që shpirti yt të drejtorit të shpallin larmin e mirë të mbretërisë deri në strajti e fundit të tokës. Të lutemi. Për botën bardhë dhe të gjithë njerëzit që kanë një krijues të vetëm ata, të njihen si vëllezër, duke braktisur çdo diskriminim racor dhe të kërkojnë me angazhim mbretërinë e hyjt që është e paqe dhe gëzim në shpirtin shenjtë. Të lutemi. Për të gjithë neve që pranuam sakramentin e përforcimit, që shpirti shenjtë të na ndihmoj të rënjosim jetën tonë, mbi shkembin e sigurt, që është Krishti Zot. Të lutemi. Për prindrit, nonat dhe bashkësin tonë këtu të bashkuar, që shpirti i Zotit t'i mbështes, t'i bëj të fortë dhe t'i udhëheq në shpalljen e Ungjillit. Të lutemi. Për shpirtat e të pareve tanë, nga të cilat trashëguam fenë, kulturën e krishterë me virtytet e saja, jepja shërbimin me jetën e pasosur në lumturinë e Atit qiellor. Të lutemi. O ky, që e ke dhënë shpirtin shenjtë apostujve dhe përmes tyre dhe pasardhësve të tyre ke dashur t'ju dhurojë të gjithë besimtarëve të tjerë. Dëgjoje lutjen tonë dhe vazhdo sot në bashkësinë e besimtarëve, mrekulliq që dashuria jote ka vepruar në fillim të predikimit të Ungjillit. Në për Krishtin Zotin tonë. Lutuni vëllezër dhe motra, që flia ime dhe e juja të dale pëlqishme para hyjit Atit të gjithë kushteshëm. Pranoj me mirësi o Zot këta shërtor të tu, sikurse edhe një të vetin birin tënd, ti i shënove me kryqin dhe me lirje në shenjtë, dhe janë bashkuar me Krishtin për t'i kushtuar ty, be që ta meritojnë për herë e më tepër ndikimin e shpirtit shenjtë.
në për Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me ju. T'i lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyn ton. Për një mend, është punë e denjë dhe e drejtë, është detyra jona dhe burim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithkund ty o Zot ati shenjtë, ky e gjithëposhtetshëm dhe i amshuar. Ti në çdo kohë ndon dhuratat e përshtatshme dhe mrekullisht e drejton dhe e mpron kishën tënde. Me fuqinë e shpirtit shenjtë ja siguron ndihmën tënde dhe ajo e nënshtruar vullnetit tënd nuk harron të të thrast në prova, as nuk mungon të të lavdëroj në gëzime, në për Krishtin Zotin ton. Dhe prandaj të shoqëruar me koret të ngjëllore të lavdërojmë duke dëshmuar me gëzim. Më të vërtet, je shenjtë o Zot, dhe burim i çdo shenjtërie. Ty pra po të lutemi, shenjtroj këto dhurata me kirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranonte mundimet, mori bukën, të falenderoi e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni, e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vetë dhe tha: merrni, e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim, i besëdhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, dhe po të falenderojmë që na lejohet të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që Shpirti i Shenjtë na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjene më në Zot për kishën tane që shpërdam 4 anë dhe botës, për sës në dashni, bashkë me papën ton Leonin, margjipeshmi ton këtë të pranishëm rokun e me gjithë klerin tanë. Le të bjene më edhe për vllazët tanë e motrat tona,
të cilë po shuan me shpresë të ngjalljes, edhe për gjithë ata që vdiqën në mëshirën tane, prano ata në dritën e tyre sate. Po tutemi, ki mëshirë për ne gjithë, që të bajmë pjesëtarët e pasosur, me Maria Virgjë Linse, me Josefin fatin e saj, me shenjtë apostëve me gjithë shenjtit, gjithëherë pëlqyen që të mandojnë të vdojnë në për Jezu Krishtin, pirin tanë. Në për Krishtin, e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o atë kjo i gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjt, të qoftë do ndere lavdi për të gjithë shejkujt e shejkujve. Amen. I tani gjithë këtu sa jemi, se bashku me të kryezmuarit, një mendje, një zemre, ta themi oratën të cilën Krishti na mësoi. Ati ynë, na liro po të lutemi, o Zot, prej të gjitha të këqijave, dhe për mirësin të ndën e paqen e ditët tona e në sajt e mëshirës sate, do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, ne do të jemi të sigurt për çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume ardhën e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krisht, Ti u këthën apostujve të tu, po i le paqen, po ju ja paqen time, mos i shiko me katët tona për fene kishës sate, jepi asaj si pas vullnetit tënd, paqe dhe bashkim, ti që jeton e mbretron në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Zotit, qoftë gjithmonë me ju. Me shumë gëzim të pranojmë paqen e Krishtit dhe t'ja adhurojmë njëri tjetrin. Ja qenjë hyjt, ja I që I shtyn me katët e botës, lumë ata që janë të thirrur për gostinë e qenjit.
Të lutemi. O Zot, Ti ke pajisur këta të krezmuar me dhuratat të Shpirtit Shenjtë dhe ke ushqyer me korpin e birit tënd. Bëj ta kuptojnë se dashuria është plotësimi i ligjit, që t'ja tregojnë botës lirinë e fëmijëve të tu e me shenjtrinë e jetës ta kryjnë misionin profetik të kishës sate. Në për Krishtin Zotin tonë. Por ashtu, vëllezër motra, lëri për kësaj mesh shenjte, kësaj mesh mrekullueshme, kësaj mesh gëzueshme, ma mirë me thanë, ta falenderojmë argjipeshtin tonë, Monsinjor Rokun, për gjitha fjalët e bukura që na drejtua, e për me gjitha që shpëdhaumi këta tri dhuratat e Shpirtit Shenjtë. Monsinjor, ju falenderoj, e shpresojmë se vit mas vitit këna pas edhe ma shumë, si vit këna pas 68 tri që janë marë sakramentin e krezimimit, për shpëtë vitin e arshëm, ka me kenë ma shumë, e çdo gjërat ka me pas për herë e ma shumë. Dashtën prind, nuna, nunesha, mijet gjatë, rinin të uj, u rriqin gjithmonë, hirën e të madhi Zot, e në bekimit e Zotit. Pra për që gjithë juve, në veçantë nuna që vini prej Ameriket, prej Ulqinit, prej Podgoricet, e ju sigurisht edhe ju këto. Sigurisht se prind Arenia u ka zgjell si model. Për arsye, të arroni këtë zgjellje që ta u kanë ba, për ta jeni një model, për ta kanë dëshirua në kanë edhe ju nunat e nuneshat tuaj. Në një vëllezër motra në punë, të falenderoj gjitha ata cilët kanë pregadit këtë peshajte, pra në veçantë motrën Violet, gjithë katekistat tjerë që i kanë edukua, pra gjithëve faleminderit e Zoti ju ktheft me të mirat e veta. Po ashtu falenderoj edhe televizorin Bojin që përcjell gjithmonë eventet tona, po ashtu edhe Vinkun Prekoçaj, i cili ka falas e ka bërë gjitha fotot sot. Sigurisht fotot ka me kenë të Vinku, por ka me kenë edhe të Instagrami i Kish Tanot, pra shetnorja e Tuzit. Dashtun 3 e treja që sot një krezmua, sigurisht se shumë prej jush i ta ka zhumë kish, kush prej jush është në korë, kush është ministran, po disa prej jush një pak edhe pak maler, shpresoj të sho çdo të djel në mesh, të sho a për kishet, të sho besimtar e besimtare të mira. Papa thotë, Papa Leoni, Sirinia është një vulkan me energji, e din me ba gjërat mrekullueshme, por ama gjithmonë ka nevojë për kujdesin tonë. Kjo është për ne, si kish, për prind tuaj, për nunat e nuneshat tuaja. Rrituni me të madhin Zot gjithmonë. Rritu e bekimet e tina gjithmonë. Larg rrugave të këqija, rrugave të drogës, rrugave të jetës pa vlerë, rrugave të bigjosit, e kladionicave, e të letrave, larg aty në rrugave, sa ma shumë që të muni. Pësëvini e ardhme e këti venit, sa ma shnoshtin ju, sa ma shnosht rriti ju, a që shnosht, ka më kenë edhe malësia nese. Që përse gjithë në vazë motra, kjo ofna si kish, kjo ofna si ju si prind, kjo ofna si shosni, gjithë e këna detyrë, madje gjithë e këna detyrë, që këtyre trive jo mu afrua modelet këqia jetet, po mu afrua modelet mira. Pse? Këtyne këne mi avlan nesër të ardhmen e këti venit. Pra dhe herë urime, edhe herë përsi shpesoj të sho sa ma shumë, sa ma përkishet, e që të sho ka rriti në paq e në bekim. Dashni me Zotin, dashni me njani tjetrin, të dash Zotin e të dash edhe njani tjetrin. E dash në pun, para se të marim bekimin e rëshipejshit, pak durim, gjithë kanë me ardhë me marë
diplomat e kujtimin tuaj të krezmimit. Manej film as bekimit argjipeshvit, këna me shkua me gjithë të rritë që këna të rëdit para kishet, e atje të vinë nunat e nuneshat e prind, marrë edhe t'i marrin të rritë. Pra na shkojmë film as bekimit që argjipeshvit nep, shkojmë film atje para kishet, bëjmë një foto tradicionale që këna gjithmonë zakon.
Nora Republicani. Joanna. Mario Glescher. Marta Boye. Mario Nicolai. Mattea Glescher. Anton Lutzei. Leon Samay. Gabriela Uzzurei. Amanda Yuncei. Amanda Yuncei. Vincenzo Ulei. Damiana Concero. Ola Gionei. Martina Di Vanego. Nicola Lutzei. Marina Ruggiureo. Amanda Ducay. Diana Giocai. Martina Iese. Valentina Gionai. Robert Gionai.
Suzana Mikaj, Rafaela Berisha, Santino Rulej, Mark Berisha, Iridona Calaj, Sara Del Bupej, David Gjuraj, David Përdoj, Laura Merej, Gabriela Dojčaj, Gabriel Dojčaj, Trita Čonaj, Jim Kušaj, Iva Kušaj, Irena Siništaj, Kristina Imej, Johan Kofadaj, Cristian Carapay, Lea Siništaj, Anastasia Bukaj, Dorotea Dojčaj,
Tash do t'ju ndaj bekimin në përfundimin e kësaj meshës së shenjtë. Dua vërtet ju uroj përzemërsisht sakramentin e krezmimit, juve që morët krezmimin. Shpirti shenjtë e drejtoft dhe shenjtroft jetën e juj. Urime Patër Miraçit, motrave, Patër Kolës, e gjithë juve që jeni këtu. Urime familjes Tuzit edhe gjithë familjive filialeve për rreth. Urime gjitha familjeve. E tash një pyetje, kush për ju shka me shku për frate, kush për mërgesh? Po duhet edhe për këte me menu. Nëse shpirti shenjtë dënë t'ju thret, ajo në rëndrejtimin. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft ky ati i gjithë pushtetshëm, që nga ujë dhe nga shpirti shenjtë, ju berit të rilini si bitë ti të adoptuar, a ju ruajt me dashurinë e vetë atërore. Ju bekoft Jezu Krishti biri ti i vetëm, që i ka premtuar kishës e ti, praninë e përhershme të shpirtit të së vërtetës, a ju forcoft në shpallën e fesë së vërtetë. Ju bekoft shpirti shenjtë, që ndezin e zemrat të nxënësve zjarrin e dashurisë dhe ju mlodhi së bashku, a ju shoqëroft në gëzimin e mbretërisë së Kyjt. Dhe gjithë ju që keni marrë pjesë në këtë kremtim, ju bekoft ky i gjithë kushtitshëm, Ati, i Biri dhe Shpirti Shenjtë. Shkojmë në pace, aleluja, aleluja.